Против пожарен апарат беше поставен пред Тетовскиот суд и обвинителството на иницијативата Нула, која се очинуваат средношколци и студенти. Целта е судиите да преземат поголема одговорност и да ги најдат одговорните за катастрофите, како таа во Кочани, каде загинаа 59 млади луѓе, пожарот во модуларната болница каде загинаа 14 пациенти, несреќата со Бесатранс каде загинаа 45 граѓани и Дурмотурс во Ласкарци каде загинаа 16 лица. Pandëshkueshmëria sjell pabërgjithësi institucionale, pandëshkueshmëria sjell në njëjtën kohë edhe shumë tragjedi tjera dhe në vende të ndryshme. Po ashtu detyra juaj është të nxjerrni parapërgjithësisë gjykatës e prokuror, të shumë që e kanë penguar drejtsinë në rastet e përmendura dhe me shumë raste tjera ku nuk është vënë as pak drejtësia në vend. Иницијативата Нула најавува дека во понеделник во Тетово ќе се организира протест на кој пред судот ќе се споменат жртвите од Кочани и ќе се бара повторно судење за сите трагедии. Të hënën në ora 12:30 protestat do të mbahen në Tetov me pikë nisje tek sheshi Iliria. Më pas do të përfundoj para gjykatës themelore në Tetov, fillimisht për kujtim të viktimave të Koçanit dhe pastaj për të kërkuar përgjegjësi edhe për tragjedinë në Koçan, por edhe për zjarrin në spitalin modular që ndodhi para disa viteve. Në kërkesat tona si trin, për shkak që iniciativa Zero kryesisht përbohet nga nxënës, student dhe qytetarë të Tetovës, kërkojmë që të rigjikohen të gjitha tragjeditë që kanë ndodhur. Инаку во Тетовскиот суд деновиве почна повторно судење за трагедијата со пожарот во модуларната болница.